Kryeministri Edi Rama ka bërë përmbledhje në zhvillimeve kryesore të javës, duke u ndalur te prioritetet e vitit politik 2026, procesi i negociatave me Bashkimin Evropian, energjia, arsimi i lartë dhe marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara. Në fokus të javës kanë qenë mbledhjet maraton të qeverisë dhe të grupit parlamentar, të cilat sipas Ramës synojnë rritjen e kapaciteteve politike dhe institucionale për një proces negociues gjithnjëme të vështirë me Bashkimin Evropian. Puna ka qenë një punë e fokusuar tek vazhdimësia, tek programi dhe kalendari i zbatimit të tij sipas sektorëve. Në takimin e grupit parlamentar jemi fokusuar tek domosdoshmëria për të rritur kapacitetin në funksion të negociatave. Një tjetër moment i rëndësishëm i javës sipas tij ka qenë vizita në Emiratet e Bashkuara Arabe, ku kryeministri u dekorua me medaljen më të lartë të Emirateve të Bashkuara nga presidenti Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Një tjetër moment që më ka prekur personalisht, më ka bërë një surprizë në Pallatin Presidencial duke më akorduar medaljen më të lartë të Emiratet e Bashkuara. Në planin ekonomik, Rama njoftoi avancimin e fazës së dytë të parkut të energjisë së rinovueshme me erë në Tropoj, një projekt prej 600 megawattësh që synon diversifikimin e portofolit energjetik të vendit. Me energji të erës që do të hyjë në rrjetin e prodhimit ton kombëtar. Kreu i qeverisë njoftoi edhe një herë se Shqipëria do të ketë një reformë të re arsimore. Një rishikim i ligjit të arsimit lartë, për cilin ka ardhur koha, pasi tani më është krijuar një eksperiencë. Në fund, kryeministri Rama reagoi shpërndaj atyre që i quan dezinformim lidhur me një pretendim se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndalur vizat për Shqipërinë. Amerika i ndaloi vizat për Shqipërinë. Kjo është e pavërtetë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë ndaluar vizat për Shqipërinë. Pezullim të përkohshëm për sa i përket lejeve të punës. Këto deklarata kreu i qeverisë bëhen në podcastin e tij Flasim, që transmetohet çdo të diel në faqet e tij zyrtare në rrjetet sociale.